Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. E falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala, Zotin e botëve. Ai është një dhe i vetëm, është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Ai është meritor për çdo falënderim dhe çdo lavdat. Në dorën e tij është gjithçka. Dëshmoj se vetëm ai meriton të adhurohet dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij, mbi të cilin dërgojmë shumë salavate dhe selame, poshtë mbi familjen e tij dhe shokët e tij. Vazhdojmë me shpjegimin e librit Sharh Ma'ani as-Salah, pra shpjegimin e kuptimeve të namazit, e autorit Falih Mahir El-Fahr, Allahu e rujt, ku autori pasi që flet për duat hyrëse në namaz, vazhdon me temën e istiadhes. El-istiadhe, kjo shprehje, nënkupton fjalën A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra kjo është el-istiadhe. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an na porosit që kur të dëshirojmë të lexojmë Kur'an, të thojmë këtë fjalë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra Allah thot: "Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Kur do të lexosh Kur'an, kërko mbrojtjen e Allahut kundër shejtanit të mallkuar. Dhe kështu pejgamberi sa ka vepruar. Na ka mësuar që edhe në Kur'an, edhe në namaz, para leximit të Kur'anit, të kërkojmë mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtu gjithsesi, për me u thellu më shumë në kuptimin e kësaj fjale, ose për me kujtuar rëndësinë e kërkimit mbrojtjes së Allahut azza wa jall nga shejtani i mallkuar, autori zgjerohet me qëllim që njeriu kur është namaz dhe ta lexon këtë fjalë, të sjell ndërmend domethëniet e kësaj fjale. Mas pari, në sa raste Allahu në Kur'an tregon se shejtani është armik i përbetuar i njeriut. Domethënë, kjo është një fakt i pamohueshëm. Kjo është një fakt i pamohueshëm, po cilin nuk duhet të harrojmë kurrë. Kur njeriu nuk guxon të harroj se shejtani është armiku më i madh i tij dhe se ai do të përpiqet në çdo formë dhe çdo mënyrë që njeriu ta largon nga rruga e Allahut azza wa jall, e në këtë rast nga Kur'ani, nga fjalet. Për këtyre ajeteve, thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Me të vërtetë, shejtani është armik i juaj. Atëherë merrni për armik ose konsideroni për armik. Problemi është që shpesh herë na ose harrojmë ose e neglizhojmë dhe nuk e marrim atë për armik. Nuk e kemi parasysh që ai është armiku jon, i cili është betu, i cili është zotu, që në çdo formë do të tenton ta devijoj pirin e Ademit. Për këtyre ajeteve të shumta në të cilat është zotu, thot qale fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Betohet. Pra Allah azza wa jalla i përshkruan Kur'an fjalët e tij, thot, pra thot Iblisi: fa bi'izzatika, pasha krenarin tonë, pra betohet në Allahun azza wa jalla. Pasha krenarin la ughwiyannahum ajma'in. Do të devijoj që të gjithë ata. Që të gjithë. Në ajetet e tjera të Kur'anit kanë edhe format, mënyrat. Dhe kënguljen e tij me deviju bejtë Adem. Mirë po,
ka treguar që vetëm një grup prej tyre është e pamundshme të devijojë dhe nuk ka çështje tek ata. Ata janë robët e Allahut të sinqert. Illa ibadaka al-mukhlasin ose minhum al-mukhlasin. Pra është robët tutë të sinqert. Gjithashtu Allah subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër duke na paralajmëruar për rrezikun e shejtanit dhe kujdesin që duhet me pas ndaj tij dhe kurthave të tij, thot: Ja bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna. O bijtë e Ademit, mos që mashtroj juve shejtani, sikurse që i nxjerri prind e juj nga xheneti. Por ashtu siç arriti ti mashtroj prind e juj dhe ti nxjerr nga xheneti, atëherë keni kujdes se ai është armiku juaj, mos që mashtroj. Dhe çka ndodhi? Yanzu anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima. Domethënë duke u azhvesh atyre petkun e tyre nga trupi për që u pon pjesë të tushme të trupit të tyre. Vazhdon ajeti: Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna. Dhe se ai ju sheh juve, ai dhe paria e tij, e ju nuk i shihni ata. Tash paramendo se bëhet fjalë për një armik i cili është zotuar, ka armiqësi të hapur me njeriu. Po të njëjtën kohë është i fshehtë. Të njëjtën kohë nuk e sheh. Ai të sheh, ai të përcjell. Ta shtoni dim me këto mjetet e informimit të spake pak duke pa dhe duke lexu se çfarë përparësie është kur dy palë janë në armiqësi njëna me tjetrën dhe pala tjetër ka mundësi ta sheh, ta përcjell, kurse pala tjetër nuk e përcjell. Shikoni lufta e madhe që bëhet me këto teknologjinë sot, domethënë që shihen armë apo nuk shihen çofshin aeroplane ose drona ose gjëra tjera. Pse? Se kjo është një çështje shumë e rëndësishme, se çështja e tij të përcjell në çdo moment, çdo çast. Kurse ti nuk e sheh. E so njeriu nuk e konsideron fare armik. So njeriu harron që ti edhe pse nuk e sheh, ai ka çështjet e tij, ai të sheh, ai të përcjell. Andaj ti je i kujdesshëm, o robi Allahut, se ti ke nevojë shumë për mbrojtjen e Allahut nga ky armik. Dhe nuk mundesh me arrit, me pështu prej tij, përveç se nëse Allahu të mbron. Pra një armik që është zotuar me të shkatru, me ta shkatru jetën tonë, me ta shkatru ahiretin tonë, familjen tonë, çdo gjë që është e dobishme për ty në këtë dunjë dhe në botën tjetër, komo përpjek me të shkatru. Atëherë këto ti o robi Allahut, ti je i dopt, ti je i hapun përballë ti, domethënë përcjell, kurse ti nuk e sheh, as nuk i sheh lëvizjet e tij, as nuk i sheh mashtrimet e tij, as nuk i sheh kurtat e tij se rrugën se si ti paraqet ose ti çet kurta përpara. Arrin me mbrojt prej tij vetëm nëse Allahu të mbron. Vetëm nëse Allahu të ruan. Këto autori përmend një shembull të mirë. Në këtë rast përmend fjalën e Ibn Qayyimit rahimahullah, i cili thotë se e kam dëgjuar thotë mësuesin tim Ibn Taymija rahimahullah, i cili thotë më ka thonë, nëse thotë sulmon qani i deleve, i dhanve, qani i dhanve, deleve po të sulmon. Thotë mos u përball me to. Mos lufto me qanin. Po çka thotë? Kërkon ndihmë prej çobonit. Ai thotë ta hjek qafe. Ai thotë mjafton. Je fike hu. Ai mjafton. Krahasim, domethënë shumë i thjesht që ti e ki problem të ballafaqosh me shejtanin i vetëm. Mirë, po kërkon ndihmën e Allahut.
cili do ta qetëson në atë kuptimin sikur ai çoboni qenin e tij, qenin e kopjes, që me një fjalë që ti thot largohaj, do të largohet. Ose ulaj, do të ulet. Dhe edhe ma shumë, edhe ma tepër se, në vëtonë, pushteti Allahut me iblisin dhe shejtanin është shumë më i madh se sa pushteti që ka një çoban me qenin e tij. Pra njeriu ka nevojë që kur e thot këtë lutje, E'udhu billahi minash shaitanir rajim, ta përjeton këta. Kur je namaz, kur jemi në namaz, dhe pasi që hapim namazin me tekbir, dhe me ato lutje të bukura që ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të cilat përmbledhin ose madhrim ndaj Allah subhanahu wa taala, lavdata, ose dua dhe lutje, ose që të dyja të bashkë. Ti i lutesh Allahut para se me hyrë në leximin e Kur'anit, që Allahut të mbron nga ky armik i përbetur, i cili është zëtu, ka shpall luftë hapur, dhe në njëjtën kohë është i mshef para syve tu, kërkon mbrojtjen e Allahut që me trujt, me mbrojt, dhe kur ti tregon me këto fjalë nevojën që ki për Allah subhanahu wa taala, e tregon atë robrin tonë ka shi Allah subhanahu wa taala, e kërkon mbrojtjen e tij, me emrin e Allahut, Allah do të mbron. Kurani, cilin njeriu ka nevojë ta kuptoj, ka nevojë ta meditoj kuptimet e Kuranit. Është shumë e rëndësishme që ta kuptoj sakt, sikur që është hala dhe më e rëndësishme që mos ta keq kuptoj me kuptu gabim diçka. E gjitha këto mundohet shejtani ose mos me meditu Kur'anin, ose mos me pas përkushtim të namaz duke lexuar Kur'anin, ose duke kuptu diçka gabimisht nga Kur'ani. Me të pengu çdo gjë që është hajër për ty, që është udhëzim për ty, ky libër është udhëzim për njeriu. Meditimi i tij është për adhurimeve dhe ibadeteve. Leximi i Kur'anit me përkushtim, të punuarit me Kur'an. Gjitha këto janë gjona të cilat njeriu përfiton prej Kur'anit dhe ai mundohet gjitha këto me të pengu prej tyre. Kështu që robi e kërkon mbrojtjen e Allah subhanahu wa taala nga shejtani i mallkum, që të mos e pengon nga përfitimet e leximit të Kur'anit. Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Kathiri rahimahullah në tafsirin e tij, i përmend 3 vende në Kur'an shumë interesante. Sot 3 vende ka ardhur një formë e kërkimit mbrojtjes nga shejtani. Mirë po thotë ajo formë ose ajo metodë nuk është përdorur, vetëm 3 vende është në Kur'an. Unë po përmend për mos zgjat dersi vetëm një prej këtyre vendeve. Sot Allah subhanahu wa taala: Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billahi innahu samiun 'alim. Të gjitha këto 3 forma, edhe ajeti që e lexuam, na mëson Allahu qysh me ju qas armikut njeri në situatë të caktuara, dhe qysh me ju qas armikut shejtan. Të armiku njeri, këtë rast, po në ajete të tjera në ngjajshëm, këtë rast Allah urdhron. Thot tregohu i mëshirshëm, i lehtë me njerëzit. Do të thonë në një sjellje që është e pranueshme për ta, në çështje që është e kapshme për ta, mos sill bot me ta. Dhe urdhron në të mirë. E shmangju ignorantëve, të paditurve mos u ballafaqo me ta. Në raste të tjera, Allah urdhron direkt që me të keqen me pasu me të mirë. Dhe si rezultat çka? Kjo do të ndikojë te ai njeri, mirësjellja jote, qasja jote e mirë me të, do ta kthen atë në atë shmëri normale të njeriu
dhe do të jetë edhe ai i mirë me ty, dhe do të ketë një afërsi me ty. Allah subhanahu wa ta'ala në ajete tjera të kur urdhëron se të keqen me pasu me të mirë ai armiku yt, kthehet dhe bëhet shok i dashur për ty. Që ndikon sjellja e mirë e njeriu, ndikon që edhe armikun më të madhin ndoshta më u kthy më bë miku yt. Këtë rast Allah po urdhëron me këto 3 gjona. Atë urdhëron që mos sill mirë se ai do të kthehet do të bëhet miku yt, e kështu me radhë. Pra efektin që ka sjellja e mirë. Kurse në 3 ajetet, në vazhdim, 3 rastet ajete në vazhdim, kur është fjala për shejtanin, armikun shejtan, thotë e nëse përpjeket shejtani me bocytje, me deviju, me nxit ka e keqja, fasta'idh billah, kërko mbrojtjen e Allahut, innehu samiun alim. Ai dëgjon gjithçka, është i gjithdijshëm. Pra në 3 rastet, Allahu na tregon se nuk ka metodë tjetër me shejtanin. Nuk mundesh me shejtanin mu sill mirën me më që ai tani nuk të klerahat. S'ka mundsi kjo. Mirësia me ta. Çështja sjellja e mirë me ta. Edhe nëse mund imagjinohet në farë forme me konaja. S'kryen punë me ta. Allah na tregon që me ta nuk ka zgjedhje. Me ta është vetëm një zgjedhje. Me kërkuar mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është porosia e Allahut te bareke. Dhe kjo na tregon se sa e rëndësishme duhet është që çështja me të nuk ki zgjedhje tjetër, nuk ki çështje tjetër. Përveç se më mbështet tek Allah subhanahu wa taala më na rrin nga sherrri i tij, nga veset e tij, çyqjet e tij, nga keqja e tij. E përmend Ibn Jauzi rahimahullah rëndësinë që njeriu sinqerisht kërkon mbrojtjen e Allah subhanahu wa ta'ala. Thot, men ista'adha billahi sadiqan a'adahu. Ai njeri i cili sinqerisht kërkon mbrojtjen e Allahut, Allahu më mbrojtet. Ai njeri që është i sinqert dhe sinqerisht kërkon mbrojtjen e Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu më mbrojtet. Fa alejke bis-sidq. Kështu që ti jesh i sinqert. Ta lipsh atë me vërtetësi. Edhe na rikujton rastin e gruas së Imranit, nënës së Meriemit, se si ka kërkuar mbrojtjen e Allahut azza wa jall për fëmin e saj. Dhe se Allahu ju ka përgjigj lutjes së saj, e ka mbrojt Meriemin po dhe Isait alayhis salam. Dhe kjo është e vërtetuar, kërkimi mbrojtjes nga shejtani i mallkuar, nga ana e gruas së Imranit, është i përmendur në Kur'an. Mirë po pejgamberi son çka thot? Ma min mauludin illa nakhasahu ash-shaytan fayastahillu sarikhan. Thot nuk ka fëmijë të posalindën, vetëse e pickon shejtani dhe ai e ngrit zonën duke qajtë, vërtet të qajtë. S'ka fëmijë. Thon ajo çarja e parë që është e fëmijët është nga pickimi i shejtanit. Nuk i pështon askush asaj. Thot illa ibn Maryam wa ummuhu, përveç Isait bin Meriemit dhe nënën e tij. Allah ka mbrojt prej saj. Ju ka përgjigj lutjes së gruas së Imranit, nënës së Meriemit. Kështu që mos kemi të përkushtuar namazin tonë. Të mundohem që vazhdimisht domethëniet e këtyre fjalëve në namaz ti rikujtojmë. Me qëllim që ta shijojmë namazin më mirë. Që namazi të jap efekte dhe frytet e veta në jetën tonë. Para ndo kur njeriu e thot këtë fjalë dhe a di çfarë qetësie domethënë gjon kur kërkon mbrojtje mbështetje te Allah subhanahu wa taala nga armiku i tij më i madh. Para se me fillu leximin e Kuranit. Kjo ati jap një qetësi në zemër, jap një qetësi në shpirt, jap një garanci. Dhe bën që me konë më përkushtueshëm edhe namaz në leximin e Kuranit. Se thash një nga qëllimet më të mëdha të iblisit është që njeriu edhe nëse s'mund të nol prej namazit, thon tash mos më lën me përfitu prej namazit. Mos më përfitu prej meditimit namaz, prej përkushtimit namaz.
Më falë mi thonë që ato pjesë që ku mi thonë, edhe i kemi me atë ku me ditë se ku. Po kur njeriu është i sinqert dhe i thot këtë fjalë me sinqeritet, përpjeket me përkushtim që me koni përqendrum namaz, me emrin Allah subhanahu wa taala, Allahu po më mbrojt, Allahu po më rujt. Mas të istiadës, autori flet për El-Fatiha, që është prej surëve më të dëllume, dhe cila e lexohet në çdo rekate, duke fillu me el-besmele, besmele është bismillahi, pastaj ajetet e tjera, mirë po që mos të shkputet dersi, na do të ashtojmë, inshallah, për dersin e ardhshëm shpjegimin e surës el-Fatiha, edhe pse autori u zgjeru shumë, nuk e di sa do të mundemi me një ders me përmbyll, me përfshi, se realisht është një nga shtyllat e namazit, dhe është për i pjesë më të rëndësishme që thuhen. Namaz dhe gjithsesi duhet që mas shumë të ndalemi të domethënia e el-Fatihas, me po në edhim që ku mas kohë e përkthejmë ose komentojmë ka njerë në format shku, nga njerë ma të gjatë el-Fatihan për shkak rëndësisë që ka, së dhe që tjetë në tash këtu po ndalemi. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.